Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Presidenti e Maqedonisë së Veriut është kundër zbatimit parimit të Badenterit në gjykatën kushtetuese. Në një intervistë televizive, presidentja Gordana Silenovska-Davkova tha se shumica e Badenterit është për politikën dhe asnjëherë në gjyqësor nuk mund të ketë shumicë tjetër përveç asaj të numrit të përgjithshëm të gjyqtarëve. Lidhur me çështjen e formulimit kushtetues për përdorimin e gjuhëve, Davkova tha se 20% nuk u përket vetëm shqiptarëve, por në nivel lokal edhe bashkësive të tjera. Ndërkohë që për kërkesën e studentëve për provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe, kreu i shtetit rënditi edhe një herë veten kundër këtij propozimi. Qeveria e Maqedonisë së Veriut miratoi hapjen një ambasade në Lituani me seli në Vilnius në propozim të ministrit të punëve të jashtme dhe tregtisë së jashtme. Ky vendim pritet të forcojë dialogun politik, bashkëpunimin dypalësh dhe përfaqësimin e interesave kombëtare të vendit. Ambasada e re pritet të ketë rol rajonal në mbulimin e shteteve balltike në fushën politike, ekonomike dhe konsullore. Lituania është vlerësuar si një nga vendet më mbështetëse të integrimit evropian të Maqedonisë së Veriut dhe anëtare aktive e Bashkimit Evropian dhe NATO-s. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Komisionerja për zgjerim e Bashkimit Evropian takoi në Prishtinë ushtruesin e detyrës së presidentes Albulena Xhiu dhe kryeministrin e detyrës Albin Kurti. Kjo është vizita e parë e Martakos pas largimit nga detyrat e presidentes Vjosa Osmani. Takimi vjen në prag të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 7 qershorit. Kryeministri i detyrës Albin Kurti mbledh Këshillin e Ministrave dhe premton rritje të shtesave për fëmijët dhe nënat leone. Në tryezën organizuar nga Ministria për Punë, Familje dhe Vlera të Luftës Çlirimtare, në kuadër të ditës ndërkombëtare të familjes, Kurti tha se 400.000 fëmijë tim do të marrin rritje nga 60 deri në 90 euro. Për herë të parë në Republikën e Kosovës kemi nisur me aplikimin e shtesave, nga të cilët kanë përfituar mbi 400.000 fëmijë. Kur nisëm me 10 dhe 20 euro, patja dhe talje për qeshje për një politik të këtill, por vetëm që më pastaj të njëjtët të fillonin vetëm garën me zotime elektorale për numra më të mëdha. Premtime ka dhe për 80.000 nëna lehone për të marrë deri në 500 euro në muaj gjatë mandatit të ardhshëm qeveritar. Paralelisht me këtë, kemi filluar me shtesat për lehonat, nga të cilat kanë përfituar më shumë se 80.000 nëna. Njësoj sikurse për fëmijët, edhe këto i patëm gjetur zero. Nesëm me 107 euro në muaj, aktualisht janë 325.9 euro. Ministri i detyrës punës, familjes dhe vlerave të luftës çlirimtare, Andin Hoti tha se familja ka qenë gjithmonë shtylla kryesore e qëndrueshmërisë shoqërore dhe kombëtare në Kosovë. Ministri i detyrës ekonomisë Ertane Rizvanolli paralajmëroi se Kosova rrezikon të humbasë miliona euro si pasojë e mosmiratimit të ligjeve për energjinë. Sipas saj, votimi kundër mocioneve në kuvend ishte vendim me inate politike dhe se dëmi që u shkaktoi qytetarëve është i madh. Rreth 9.4 milion që rrezikojmë t'i humbim si rrjedhoj e mosmiratimit të 2 ligjeve për energjinë që i kishim në kuvend, ligjin për energjinë elektrike dhe ligjin për energjinë. Kishte mundësi që këto ligje të miratohen, ato ishin në kuvend, i pari madje u miratuan në lexim të parë, mirë po kishte një organizim të jashtëzakonshëm të opozitës, ditën e fundit duke përfshirë këto edhe listën serbe, që të votojnë kundër mocioneve për përshpejtim të procedurave. Ky ishte një vendim puro politik. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.